Përësisht, ashtu se që keni një orë ide me tani, të mëni një pjesë rrethana janë sqaruar, shumica do janë sqaruar kush kanë qenë kryesisht të përfshirët. Dihet se janë të përfshirë vetëm dyshuar dhe viktima. Dhe për këtë domethënë dyshuari kur është raportuar rasti i vrasjes nga ai ka ikë nga ngjarja, ka qenë arati deri në mëngjes dhe policia gjatë natës ka punuar shumë në veprimin e planit operativ hetimore duke munduar që ta gjejë të dyshuarin. Në mëngjes është arrestuar i dyshuari. Dhe më vonë është arrestuar edhe babai i tij, por nuk ka të bëjë drejt me vrasjen, por ai është arrestuar për marrëdhënie të ndihmës, nuk ka qenë drejt përfshirë në vrasjen. Këto janë rrethanat, është më rëndësishme të cekë se motivi, parasisht janë përmendur disa motive apo një motiv më shumë nga media, është vërtet që ka qenë më shumë një motiv rreth një përdorimi të një prone, domethënë një ndivalli, nuk ka të bëjë me profesionin e tij nëse imam. Është rëndësishme që nuk ka të bëjë me profesionin e tij nëse imam. Por ata kanë qenë fshehtë dhe kanë pasur një konflikt. Pra, informacionet bazë fillestare tregojnë që motivet e këtij rasti kanë të bëjnë me motive pronësore dhe jo siç është përfolur për çështjet punës religjioze, angazhimit religjios të imamit. Në tërë këtë fatkeqësi e mia është se nuk ka pas bëjë me profesionin e tij, por me një çështje pronësore. Dhe shkurtimisht, si është organizuar operacioni për kapjen pra të dyshuarit dhe më pas të arrestimi i babait të tij? Duke marrë parasysh se fatet hipotok është në një zonë malore, diku në zonën e Gorës të Dragashit, dhe i njëjti është larguar nga fshati, ka qenë një zonë e thellë malore dhe ka qenë shumë vështirësi për ta kërkuar, janë angazhuar shumë njësi, në mes të tyre edhe njësia Kanada, njësia me qenë, dhe droni i policisë, spaku 2 drone të policisë janë angazhuar në teren, për shkak se ka qenë teren i gjerë dhe malor, me qëllim që të kërkohet dhe të vërgohet nga qielli, se mos lëvizjet eventuale të dyshuarit. Por pas një angazhimi të pandeprer, diku në mëngjes është arrestuar dhe. Falenderoj shumë, zoti Dyçi për kohën. Ka qenë një angazhim i lotshëm edhe i pandashëm policisë, prej mbrëmë nga ora 23:15 kur është raportuar rasti deri në mëngjes. Shumë faleminderit për kohën tuaj, zoti Dyçi, që gjatë të lidheshit me ne do të jepni këto informacione. Faleminderit shumë. Faleminderit.